Pasditën e djeshme, varrezat e fshatit Kuman në Rahovec u mbushën me heshtje për ceremoninë mortorit të 80 vjeçarit, shefit të Rapaj, i cili 2 ditë më parë vrau bashkëshorten e tij, dashuri Rapaj, dhe më pas veten. Sipas dëshmive të banorëve, në varrim nuk mori pjesë asnjë nga 9 fëmijët apo të afërmit e tij, ndërsa procesi u zhvillua vetëm nga punojësit e shërbimit funeral dhe të bashkisë. Drejtori i ndërmarrjes publike të bashkisë sqaroi se policia kishte tentuar për disa ditë të negociojë me familjen për tërheqjen e trupit nga morgu, por pa sukses. Për këtë arsye, Bashkia e Roskovecit mori detyrimin për të organizuar ceremoninë mortore. Nga ana tjetër, vëllai i viktimës u shpreh për mediat se familja do të kryej vetëm ceremoninë për dashuri Rapajn, duke e përshkruar 80 vjeçarin si një person të dhunshëm që më parë kishte tentuar dhe vetvrasjen. Pas ngjarjes së rënd që ndodhi, ka ndërhyrë policia dhe të 2 tropat e të njerëve janë shoqëruar për morgun e spitalit në zbatim të ligjit. Dje është organizuar ceremonia e varrimit për të njerën, ku familjarët të shkuan e trohoqën trupin nga morgu i spitalit dhe bën ceremoninë e varrimit. Zonja Ndjesket është varros në fshatin e Vendidis, fshatin e Lambres, ndërsa të njerin është detyruar që bashkia të kryejë varrimin për arsye se pas shumë negociatave që bëri policia me familjarë për ta tërhequr trupin dhe për të organizuar ceremoninë e varrimit, nuk u gjet gjuha. Ne jemi njoftuar nga policia që duhet të veprojë bashkia komunale, bashkia për të kryer varrimin. Jemi detyruar të bëjmë organizimin dhe kemi shkuar me shoqëri të licencuar për transportin nga morgu për në Varreza. Është kryer varrimi nga ndërmarrja përkatës, pa prezencën asnjë nga familjarët. Banorët e zonës treguan se ngjarja ka tronditur komunitetin dhe kujtuan se ditët e fundit kishte prani të shtuar të policisë në vendmanim. Konflikti që çoi në tragjedinë dyshohet se nisi nga një mosmarrveshje e vogël me djalin e kthyer nga emigracioni, ku viktima ndërhyri për ta mbrojtur, duke nxitur një seri ngjarjesh fatale që përfunduan në këtë dramë familjare.